Turqia po bën hapa për të institucionalizuar strategjinë e saj Adeu Blu, ndërsa një projekt ligj mbi zonat e jurisdiksionit detar hyn në debatin publik dhe politik në Ankara, duke krijuar implikime të mundshme për Egjeun, mes dheun lindor dhe dinamikën rajonale të energjisë. Qendra Kombëtare e Turqisë për të Drejtën Detare, që vepron në kuadër të Universitetit të Ankaras, njoftoi se kishte finalizuar një projekt kornizë legjislative në lidhje me zonat e jurisdiksionit detar të vendit, edhe pse teksti ende nuk është paraqitur zyrtarisht në Asamblenë e Madhe Kombëtare turke. Deklaratat e Çagri Erhan, nënkryetari i Këshillit të Sigurisë dhe Politikës së Jashtme të presidencës turke, tregojnë se iniciativa pritet të përparojë në një proces zyrtar legjislativ në të ardhmen e afërt. Iniciativa shihet si e rëndësishme sepse synon të konsolidojë shtyllat kryesore të strategjisë detare të Turqisë në një kuadër të unifikuar ligjor të brendshëm. Këto përfshin efektin detar të ishujve, ruajtjen e kufirit brenda 6 miljesh detare në Egje, rregullimin e aktiviteteve në zonat që Ankaraja i konsideron në jurisdiksionin e saj, dhe arsyetimi ligjor që mbështet memorandumin detar Turqi-Libi të vitit 2019. Në thelb të qasjes së Turqisë mbetet qëndrimi i saj i kaershëm se ishujt grek nuk duhet krijojnë zona detare që kufizojnë shtrirjen gjeografike të bregdetit kontinental turk në Egje dhe në mesdheun lindor më të gjerë. Athina e ka hedhur poshtë vazhdimisht këtë qëndrim, duke argumentuar se ishujt kanë të drejta të plota detare sipas ligjit ndërkombëtar. Një rëndësi e veçantë kushtohet edhe qëndrimit të Turqisë mbi kufirin prej 6 miljesh detare në Egje. Ankaraja vazhdon ta konsiderojë çdo zgjerim të mundshëm të ujrave territoriale greke në 12 milje detare si një casus belli, një qëndrim që e ka mbajtur që nga viti 1995. Në të njëjtën kohë, drafti prezanton një mekanizëm që rregullon aktivitetet ekonomike, shkencore dhe mjedisore në zona detare që Ankaraja i konsideron nën jurisdiksionin turk. Drafti lejon gjithashtu përcaktimin e zonave detare nën status të veçantë, duke krijuar një mekanizëm shtesë për ndërhyrje në çështjet që lidhen me mbrojtjen detare, peshkimin, kërkimin shkencor dhe infrastrukturën në det të hapur. Iniciativa legjislative vjen në mes të një periudhe tensionesh në rritje mbi planifikimin hapësinor detar të Greqisë. Turqia kishte kundërshtuar hartat e planifikimit detar grek në vitin 2025, duke argumentuar se ato mbivendoseshin me zonat që Ankaraja i konsideron në jurisdiksionin detar turk. Brenda këtij kuadri, qasja e re e Turqisë duket se synon krijimin e një mekanizmi paralel ligjor në përgjigje të iniciativave rregullatore greke dhe evropiane. Dimensioni mesdheut lindor ka një rëndësi të veçantë për shkak të projekteve të energjisë dhe ndërlidhjes që po përparojnë aktualisht në gjithë rajonin. Ankaraja pritet gjithashtu ta lidhë legjislacionin e ri më drejt për drejt me çështjen e Kipros dhe pretendimet e turqëve qipriot në mesdheun lindor. Memorandumi detar Turqi-Libi i vitit 2019 është rikthyer gjithashtu në qendër të debatit. Greqia dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë marrëveshjen të pavlefshme dhe në kundërshtim të drejtën ndërkombëtare. Koha konsiderohet veçanërisht e ndjeshme si në nivelin e NATO-s ashtu dhe në atë të Bashkimit Evropian. Turqia po kërkon të projektojë rolin e saj si një aktor kritik sigurie në detin e Zi, Ballkan dhe në krahun juglindor të aleancës, ndërkohë që njëkohësisht përforcon dimensionin ligjor dhe politik të pretendimeve të saj detare kundrejt Greqisë dhe Kipros. Udhëheqja turke e sheh gjithnjë më shumë mesdheun lindor si pjesë të një konkurrence më të gjerë strategjike që përfshin korridore energjie, partneritete mbrojtëse dhe aleanca rajonale. Brenda këtij konteksti, përrejtjet e fundit të ministrit të jashtëm turk Hakan Fidan në forumin e diplomacisë në Antalya kanë tërhequr vëmendje të veçantë. Fidan argumentoi se bashkëpunimi ushtarak midis Izraelit, Greqisë dhe Republikës së Kipros në fund të fundit është i përqendruar tek Turqia. Vendimi i Ankaras për çuar përpara formalizimin e doktrinës Adeu Blu lidhet gjithashtu me zhvillimet më të gjera rajonale në lindjen e mesme dhe sigurinë globale detare. Kreui dhe UKAM Mustafa Bashkara tha se legjislacioni do të mbështeste doktrinën Adeu Blu të Turqisë në detin e Zi, mesdheun lindor dhe përreth Kipros turke, si dhe zonat e lidhura me marrëveshjen detare të Ankaras me Libin. Doktrina u zhvillua nga ish oficer detar turq dhe i referohet pretendimeve të Turqisë mbi zonat e jurisdiksionit detar, të drejtat e shelfit kontinental dhe interesat ekskluzive ekonomike në detet përreth. Nëse drafti përfundimisht bëhet ligj, qasja e Ankaras do ta zhvendos doktrinën Adeu Blu nga niveli i doktrinës strategjike drejt një kuadri më të strukturuar të politikës shtetërore. Në anën tjetër, Athina po përqendrohet në planet e raportuara të Turqisë për të përfshirë në ligjin e brendshëm kufit e jashtëm të shelfit kontinental që Ankaraja thotë se i zotron. Zyrtarët grek janë kryesisht të shqetësuar me shelfin kontinental, sepse ai ka të bëjë me ushtrimin e të drejtave sovrane dhe pavarësisht nga forma përfundimtare e iniciativës turke, mund të bëhet një burim tjetër i përkeqësimit të marrëdhënieve greko-turke dhe një përpjekje për të imponuar këto pretendime në praktik, shkruan në Kathimerini. Çështja vjen pas tensioneve rreth projektit të ndërlidhjes energjisë elektrike Greqi-Kipro, ndërlidhësi i detit të madh, i cili u intensifikua nga korriku 2024 e tutje. Përgjigjja publike e Athinës pritet të varet nga forma përfundimtare e projektligjit që qeveria e presidentit Erdogan do t'ia paraqesë parlamentit. Ajo hartë përfshinte pretendime turke në Egje dhe mesdheun lindor, që përfshinin shelfin kontinental, zonat ekonomike ekskluzive, ujërat territoriale, zonat
e kërkim shpëtimit dhe poligonet e përhershme të qitjes. Ankaraja ka vazhduar të zhvillojë interpretime shtesë të ligjshmërisë ndërkombëtare. Ankaraja po kërkon gjithashtu të përgjigjet nismave greke duke përfshirë parqet detare, planifikimin hapësinor detar dhe marrëveshjet me ExxonMobil për kërkime në jug të Kretës. Doktrina përfaqëson një qasje proaktive dhe nacionaliste ndaj sovranitetit detar. Në doktrinën blu, Ankaraja argumentojnë se ishujt duhet të kenë ndikim të kufizuar ose as pak detar, duke kërkuar një kufi midis brigjeve kontinentale. Politika mbështetet nga një prani e fortë detare dhe ushtrime ushtarake, duke theksuar fokusin e strategjisë në supermacinë detare. Komisioni Evropian më parë ka kritikuar përpjekjet e Turqisë për hartëzimin. Greqia ka premtuar të mbrojë territorin e saj detar përmes dialogut të vazhdueshëm dhe duke ndërtuar aleanca, duke forcuar fuqinë e saj detare.